Hoç, të merret e ditës gjykimit. A ka mundësi me na i tregu si do të jetë, çfarë të merret do të ketë ditën e gjykimit? Të merret e ditës gjykimit janë të hatashme. Faktikisht do të thonë që logjika e njerit është kodon të marrohet vetëm se kur i mediton rreth tyre. Për këtë arsye Allahu Azza faktikisht na i ka paraqitur disa skena të cilat do të ndodhin ditën e gjykimit që njeriu të jetë i përgatitur. Për shkak se ai cili nuk friket për ditën e provimit, ditën e testit, faktikisht s'ka mundësi të përgatitet edhe për atë ditë. Kjo është aludon, jo për të na friksuar neve që ne mos shfaq për Allahut. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush ka dëshirë të takohet me Allahun, dhe Allahu dëshiron me taku me ta. Mirë, po për ta bërë punën me bash dëshirë Allahu me taku me ta, dhe ne më bash dëshirë me ta, s'ka dyshim se duhet të përgatitur për ditë. Atë ditë do të ndodhin katastrofat e mëdha, ku Allahu si për shembull e përmend se në atë ditë do të fiken dritat, do të fiket drita e diellit. Yjet do të humbin. Ditën e gjykimit kodrat shprishën, si kur lesh i shprishur bot. Me një transmetim, me një ajet, thot Allahu Azza wa Jall, kodrat janë shkrinë si kur me qenë katran. Dielli zbret mi kokat e njerëzve. Ditën që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njerëz të zhitur në djers. Po më e tmerrshme se kjo është që ardha e xhenemit. Që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do sjellet xhenemi atë ditë. Për nga sjellet Allahu alem. Megjithatë, thot do të sjellet xhenemi i lidhur me 70.000 litar. Çdo litar e marr nga 70.000 melek. Me i pështu një melekut, do t'i gëlltisë dhe banorët e xhenetit. Edhe xhenemi e nxjerr një zon të trishtueshëm që nuk kanë përjetu krijesat kur zon më trishtueshëm se ajo. Dhe treta për atinve është kallabëllëk i madh. Njerëzit të zhitur në gjers, qëndrojnë në kam për Allah, të uritur, të etur, të merr. Dhe pritje që nuk dihet çfarë do të ndodhe me ne. Kur do të fillon llogaria? Si do të jepet libri? Sa do të peshojnë veprat e tij? Do të përgëzohet apo do të qërtohet? Do të ndeshkohet apo do të shpërblehet? Pra, në ditë Allahu e ka përshkruajt në ajetet Kur'anit Kerimit, asnjë njeri nuk e njeh askënd vetëm veten vet. S'ka gjë, vllavi jam, një moj. S'ka askush. Në ditë kur të ringjallën, thot Allahu Azza wa Jall, i harrojnë farefisnin. I harrojnë lidhshmërinë. Njeriu do të ikë nga prindët e tij. Njeriu do të distancohet nga bashkëshortet e tij. Njeriu do të distancohet nga fëmijët e tij. Derisa ka thonë Allahu, kriminalët atë ditë janë në gjendje që krimin e tyre që janë veshin dhe fëmijëve të vet. Sot në gjendje janë shpirtin e vet ta jep për fëmijët e vet. Ditën e gjykimit tenton që krimin gjunojnë që veshë fëmijëve të vet. Para mendoj sa trishtim i madh dhe sa të merr i madh Allahu na rujt. Amin. Subhanallahu, Allahu na rujt inshallah.